ka ndodhur asnjëherë deri më sot kështu, do të thotë 19 herë më mbledh kuvendi, nuk di çka ata një herë thëshin nuk nënshtrohet shteti para në individit, tash po nënshtrohet krejt shteti para Albulina Haxhiu. Çka të ndodh kështu, nuk është interesuar, nuk u kanë realisht Albini deri tash, po çka shumë shqetësuese është edhe opozita nuk është gatshme me marrë përgjegjësi çush po shohën. Kështu që pedin pak a shumë mirë çapo i pret edhe nuk janë të interesuar mas një. Kështu që nuk e di, është marrë po shprehna bashkë për krejt. Deputet ato që me që ka gjatë na bënen horë. Horë na bënen. Seriozisht nuk jam të i përcjell mo heq as ata dhe pse jam veti shumë politik drejt për drejt, por nuk jam të i përcjell. Partia jote çfarë roli kanë këtë këtori që është kriju? Ka pasë rolin më të mirin edhe ju e dini deklaratën e tij me një herë ma zgjedhjeve tani mo që edhe u deviju pak e u keq transmetue që dolin e bënin ashtë madhe. Po që pa thonë, duhet me ullje, me bisedu edhe me gjetë një zgjidhje. Po, inteligent tjetër. Kështu që na pak ma në ryshe na, amo edhe nuk jem fuqina, fuqia ju në 3 deputet, nuk mujmë na me... Po veç, se a plotësoj dëshirat kryeministit e detyrë juve? Cila dëshira? Po vetë ka deklaru që me 3 deputet sun ja u dorëzon kryetarin e kuvendit. Aj besa ti Albini që thëta? Po, ajo është kryeministri dhe ne jemi të zëtuar për të besuar ati. Është, po, aj dej sot çka ka thonë dej sot, unë nuk di që ka mojt një premtim, ose çka është diçka që e ka thonë për me i besë, që do të me i besua. A përvjen që ju ka premtu pozitën e nuk e di, se unë nuk jam kompetent, unë nuk jam pjesë aty në takimeve, kom lanë të vendosë kryesia ngushtë aty në mrena nisme, për mua nuk është qysh vendosin ata edhe unë jam i pajtimit. Kështu që masi që nuk jam kanë aty, nuk di çka me thonë, po nuk besoj që